Përshëndetje, shikues të nderuar, mirë se po takojmë në këtë edicion të ri informativ. 3 kosovarët e shpallur të zhdukur janë gjetur pa shenja jete në një gërmall rrej rrugës Shkup-Blac. Ministria e Punëve të Brendshme të Maqedonisë së Veriut ka konfirmuar se 3 kosovarët janë gjetur të vdekur në një automjet të përmbysur në rrugën nga pikalimi kufitar Blac drejt Shkupit. Sipas ministrisë, rasti është raportuar mbrëm rreth orës 22:35 minuta. Me njerë pas daljes në vendin e ngjarjes, zyrtarët policor kanë konstatuar se në automjet ndodheshin 3 persona të vdekur, 1 burr dhe 2 gra. Vdekja e tyre është konfirmuar nga një mjek i ndihmës së shpejtë mjekësore. Ministria maqedonase ka bërë të ditur se më herët një shtetas i Kosovës kishte raportuar për zhdukjen e këtyre 3 personave. Klani mëson se ata ishin nga Vushtria dhe njëra nga gratë kishte ardhur nga Gjermania në aeroportin e Shkupit, ndërsa vllai i saj bashkë me gruan kanë dalë ta marrin. E tashmë këtë mëngjes edhe familja ka njoftuar për vdekjen e 3 familjarëve të tyre, duke thënë se për ceremoninë e varrimit do njoftojnë më vonë. Pa shenja jete është gjetur edhe një qytetar që u raportua i zhdukur pas ditën e djeshme në liçenin e Batllavës. Kështu bëjnë të ditur bërimet e Klan Kosovës. Për kërkimin e tij ishin angazhuar policia dhe ekipet e kërkim shpëtimit. Klan Kosova ka kontaktuar edhe me policinë për të marrë informacione shtesë dhe është në pritje të një përgjigje zyrtare. Ndërsa mëson se viktima i këtij rasti është një shtetas i Arabisë Saudite i moshës rreth 55 vjeçare. Në gjykatën themelore në Prishtinë mbahet sot seanca shqyrtimit fillestar në rastin penal ndaj 21 të pandehurve të akuzuar për krime lufte kundër popullsisë civile. Sipas njoftimit të Departamentit Special të Gjykatës, bëhet fjalë për çështjen penale ndaj 21 serbëve për shkak të veprës penale krimet e luftës kundër popullsisë civile. Gjykata ka bërë të ditur se sipas propozimit të prokurorisë speciale, gjykimi në këtë rast pritet të zhvillohet në mungesë të pandehurve, pasi të njëjtit kanë qenë të parritshëm deri në momentin e ngritjes së aktakuzës. Prokuroria po ashtu ka bërë thirrje të pandehurve që të paraqiten dhe të dorëzohen para organeve të ndjekjes së Republikës së Kosovës. Sa në gjykatën themelore në Drenas do të mbahet një seancë gjyqësore ku do të paraqitet kryetari i organizatës së veteranëve të luftës UÇK Hysni Gucati. Sipas njoftimit të gjykatës, seanca pritet të nisë në ora 11:30 minuta. I kontaktuar nga Klan Kosova.tv për të sqaruar arsyeën e paraqitjes së tij në gjykatë, Gucati nuk ka dhënë detaje lidhur me çështjen për të cilën do të zhvillohet seanca. Ai ka bërë të ditur vetëm se mediat e interesuara do të kenë mundësi ta ndjekin seancën drejt për drejt. Ndërkohë, zëvendës ministri i punës Agon Dobruna ka bërë të ditur se Inspektorati Qendror i Punës ka hapur konkursin për pranimin e 39 inspektorëve të rinj me qëllim të rritjes së mbikëqyrjes së sigurisë dhe shëndetit në punë. Inspektorati i Punës tashmë ka hapur konkursin edhe për 39 inspektorë të ri të punës, të cilët do të monitorojnë sigurinë dhe shëndetin e punë dhe marrëdhënien e punës, siç edhe ka domenin e tij Inspektorati Qendror i Punës. Po ne përveç kampanjave disuese kemi pasur që është i nevojshëm rritja e numrit të inspektorëve, po tentojmë të rrisim për 39 inspektorë numrin total të tyre, do të vazhdojmë të rrisim përsëri për arsye se nevojat gjithmonë janë, kushtet po shkojnë drejt përmirësimit, po ka nevoja për duke pa dhe industrinë në ndërtimit, sektorët me rrezik të lartë, shihet që nevojat janë në rritje. Ne po bëjmë të pamundurën që të japim maksimumin ton si politik bërës përmes agjencive tona ekzekutive në këtë Inspektorati Qendror të Punës që të sigurojnë vende sa më të sigurta, sa më dinjitoze për punëtorët, të mos kenë presion në punë, të jenë të sigurt në punë. Siguria në rrugë vazhdon të jetë e paqëndrueshme me aksidente të shpeshta. Këtë mëngjes një i tillë ndodhi në Miradi të Olët në Fushë Kosovë. Aty të përfshirë janë 2 kamion, njërin nga ata i kompanisë pastrimi. Klan Kosova është në pritje të një përgjigje zyrtare për të konfirmuar se a ka ndonjë person të lënduar apo rreth dëmeve materiale, ndërsa merr vesh se si shkak i këtij aksidenti është shkaktuar një kolon e gjatë. Pikërisht për këto mjete të rënda edhe sot ka kufizime të qarkullimit. Për shkak të temperaturave të larta, Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit ka njoftuar se edhe sot nga ora 11 deri në ora 17:30
ndalohet qarkullimi i automjeteve të transportit të mallrave me masë totale mbi 20 ton në autoudhë. Sipas ministrisë, kufizimi zbatohet për shkak se temperaturat e parashikuara arrin ose të kalojnë 32 gradë Celsius. Ndërkohë qarkullimi i këtyre automjeteve në rrugë nacionale, rajonale dhe lidhëse lejohet pas një kufizim. Nga ky vendim përjashtohen automjetet e organeve të rendit dhe sigurisë publike, shërbimeve emergjente dhe institucioneve shëndetësore. Ministria u ka bërë thirrje operatorëve ekonomik dhe ngasësve që të respektojnë këtë kufizim. Transportin rrugor po e shfrytëzojnë edhe shumë mërgjimtar për të ardhur në Kosovë, por gëzimi që kishin për të ardhur në vendindje, atyre ju zbeh kur arritën në kufirin Kroaci Serbi. Disa nga ta priten me orë të tëra, ndërsa nga ambasada e Kosovës në Kroaci u tha se mbrëm vonë u lehtësua qarkullimi pasi pati vonesa në sistemin evropian të hyrje-daljeve. Kolonës kilometrike nuk po i shihet fundi. Pritja e gjatë e mërgjimtarve në kufirin Kroaci-Serbi po tentohet të lehtësohet me dalje nga automjeti. Për dikë që në pikalimin Bajakovo-Lipovac u blokuan nga ora 2 e mëngjesit, pritja ishte e vështirë. Për zotën shumë ka qenë në lotshme, mundimshme se jetën njerëz pa ujë, pa gjana shqimore, me fëmijë, me familjar, shumica këtu në familjar. Bile këta thanë se në hyrje të shtetit të Serbisë, kontrollat janë rritur. Po, kemi informacione të sakta që tonë, kush i kanë ato llogat e flamurit apo këtë avione, janë të i hekë se e kanë marrë informacion që i kanë kontrolluar dhe familjarët dhe tjera private. Ndonë se pritjet janë disa orëshe, gurbetçarve nuk u është dhënë ndonjë sqarim pse po ndodh kjo. E ata që i përjetuan vonesat thonë se ka qenë e mundimshme. Katastrofë. Se çdo që më mnet as fëmia, kam problem, ne? Ne kena prit 10 orë në Kroaci, plus 5-6 orë në Austri, ama që është kryesor që tu janë sot në Kosovë. Nga Ministria e Punëve të Jashtme të Kroacisë thanë se kolonat janë pasojë e fluksit të udhëtarëve. Arsyeja kryesore e kolonave të gjata në kufirin Kroaci-Serbi është kulmi i sezonit turistik dhe ndërrimi i turistëve gjatë fundjavës. Pikalimi Bajakov-Batrovc është ndër më të ngarkuarit pasi përmes saj kalon numri më i madh i udhëtarëve nga Serbia, Maqedonia e Veriut, Bullgaria, Greqia dhe Turqia, drejt Kroacisë dhe vendeve të Evropës perëndimore, ndërsa kontrollet e detajuara për hyrjet në zonën Schengen zgjasin përpunimin e automjeteve dhe krijojnë pritje të gjata. Pati edhe nga ata që zgjodhen rrugë të tjera. Këtu pritëm një 45 minuta në mërdore, që Hungari, Serbi aty kina një orë kina prit, për ndryshe se pra kina kalu. Ditë më parë, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Kosovë u ka bërë thirrje mërgjimtarëve që të mos udhtojnë nëpër Serbi, por të përdorin rrugë alternative. Edhe 7 muaj pas vëshimeve të fundit, komunat e prekura nuk morën asnjë cent nga qeveria në detyrë. Ani se kryen procedurat e pushteteve lokale, thonë se përkraje financiare nuk pranuan akoma. Uji u thith nga toka, por për dëmet që u lan pas, kush mbështetje nuk dha. Ndonë se kanë kaluar gati 7 muaj prej kur disa rajone të vendit u vërshuan si pasojë e rreshjeve të mëdha të shiut, ende asnjë nga familjet e prekura nuk ka përfituar kompenzim financiar nga qeveria. Ani se për këtë udhëheqësit lokal thonë se i kanë kryer krejt procedurat. Komuna e Suarekës që e para, raporti së cilës trokiti në dyert e ekzekutivit muaj më parë, por ende janë në pritje të një përgjigje. Ne në aspektin zyrtar punë tona i këna kry, konfirmim se kena marrë batuti dhe presëm të kryen damat e qytetarëve tonë që kanë pas përvërshim. Me syeve shkah ekzekutivi për subvencionim janë edhe Gjakova, Juniku, Malisheva, Drenasi e Rahoveci. Ndonë se fort shpresa nuk kanë. Fakti që s'janë kompenzuar ende është dëshmi që absolutisht është jo serioze. Kjo me që në heshtje qeveria thonë se i kaloi dëmet qysh nga 2022. Nga viti 2022 deri në këtë moment që po flasim nuk janë dëm shpërblyer të dëmtuarit, as ata që janë dëmtuar në bujqësi, fermerët, as ata që janë dëmtuar në amvisëri, as infrastruktura publike, as ekonomitë familjare dhe as bizneset. Jo që është evonuar, po është stërvonuar, asnjëherë s'është kompenzuar përveç të vitit 2019 që domethënë janë kompenzuar dëmet. Kështu pohuan edhe disa komuna të tjera.
Veç për këtë vit, vlera e dëmit në nivel vendi po del të jetë goxha e lartë. Deri me tani, shuma e përgjithshme e dëme për vitin 2026 është 5.694.928.53 euro. Dëmet janë të shkaktuar në ekonomi familjare, biznese, bujqësi dhe në automjete. Vetë kryeministri në detyrë zgjodhi të mos e thot asnjë fjalë kur u pyet për këtë çështje. Ministër, kur ka mu bo kompenzimi dëmeve për familjet e prekura prej vërshimeve? Përgëzime për këtë 105 MW në Kramovec Trahovecit, urime të gjithë. Ndërkohë, derisa brenda kufive nuk përfitoi askush ndihmë nga qeveria, kjo e fundit më 2024 pati ndarë 200.000 euro për Bosnjë dhe Hercegovinën, pikërisht për rimkëmbjen nga vërshimet. Me ka që edhe përfundojmë këtë edicion informativ, por ju vazhdojnë të qëndroni këtu me Gonxhën. Gonxhën, çka kemi në plan? Jo veç me Gonxhën, por edhe me Enisin, sepse do flasim vetëm pas pak për